Janë dy shkolla politike, akademia politike dhe Brigjen. Për mua akademia politike të dyja janë pozitive. Çdo parti në botë moderne ka akademi politike. Kanë dy fidanishte politike. Jo, ka dhe partia politike, ka pas dikur fondacion Pjetra Abnori, po nga që kanë ardhur sa trijet, sa tjerë kanë harruar të gjëra, por gjithmonë ka pas një fondacion. Praktikisht tani ka një për liri, se si quhet. Po, fondacion për liri dhe demokraci. Është detyrë një parti dhe normale që edhe PSA ka pas më shumë e ka përdorur në vitet më aktiv, personalisht ka bërë mirë. Çdo politikan, bile rregulloria e parlamentit parashikon që çdo deputet i ri bën trajnim. Dhe gjëra që unë pash duke monitoruar parlamentin këto 5 seanca nga 20 minuta, është ajo kërkesa e atij deputetit është fantastike. Është një deputet që ngrit aty gjithmonë thotë më jepni kohë rregullore, ne kërkon çdo seancë. Parlamenti duhet të kishte pasur një qasë sekret tjetër, duhet i kishte ofruar trajnim, materiale, informacion dhe duhet i kishte zgjidhur gjitha mosmarrëveshje teknike në aspektin konsensual midis kryetarëve të grupeve dhe konferencës që quhet, po themi. Gjë që s'ka ndodhur. Ajo çfarë më bëri sot përshtypje është që ne kemi hyrë një fazë 3 në parlament. Disa individ në opozitë që përsëris që janë imazhi më negativ i opozitës, do vazhdojnë të luajnë rol të madh për veten e tyre dhe të mazhoranca ne pam sot këshpërdorim masiv të brezit të ri të hyrjes të reja në politik. Ata djemë dhe vajza që kanë hyrë aty nuk kanë hyrë për të imituar liderit e tyre politik. Dhe pa një skenë sot nëse e kthen famje filmike, gjithë deputetët e vjetër asnjë nuk qeshte kur ata qeshnin. Sa ata janë gjëra që i kanë bërë para 20 vjeç. Dhe ata e din kush është përfundimi. Dala nga moda. Po, dhe e din kush është përfundimi i këtyre. Kështu që ta deputet që ka shkojnë atje dhe përfaqësojnë një gjenerat të re duhet të kenë respektin dhe seriozitetin e asaj gjenerate re që pretendojnë që përfaqësojnë. Janë aty për fort për elektoratin, flasin për elektorat, nuk janë aty për bërë histori politike, s'është detyrë atyre dhe nuk e njohin. Dhe sa flasin bëjnë gabime për historinë politike. Shqipëria nuk është as PS-s as PD-s dhe të dyja palët nuk janë engjë as djej, po të dyja palët kanë pas ulje ngritje. Dhe detyra një gjenerate të re është të merret me problem, ta trajtojë, të ofrojë zgjidhje. A arrin ta bëjnë këtë gjë, se me sha një gjithë është lehtë me sha kundërshtarin. A arrin ta bëjnë këtë gjë, sot them drejtën nga 8 veta që folën, asnjë prej tyre nuk dha një ide politike. Dua të them diçka në lidhje me këtë pjesën e parlamentit. Mendoj që opozita ka një rol shumë të rëndësishëm tani për ta mënyra se si po adresohet edhe mënyra se si debati brenda parlamentit po adresohet. Folën për kirurgji brenda opozitës, dhe për të dalë te kundërpërgjigja. Pra, nëse debati brenda parlamentit orientohet tek tema të parëndësishme, sa i takon vetë diskutimeve që duhet ngrihen për të adresuar problematikat qytetarëve apo për të ngritur ato projekt ligje që duhet ngrihen brenda parlamentit, nga ana tjetër kur ti e banalizon dhe kur ti këtë diskutim e ul në nivele shumë të ulta, atëherë edhe kundërpërgjigja duhet shkojë në nivel me këtë dhe ky lloj standardizimi, kjo lloj problematike do të bëjë dhe do të çojë tek ulja e nivelit brenda parlamentit. Pra duhet ketë një lloj ndërgjegjësimi e para nga anëtarët e rinj që kanë futur për të mos u bërë pjesë dhe post mos të rënë te kjo gracka. Po këtë po them dhe mazhoranca dhe anëtarët e rinj, se siç e tha dhe profesorit, ata që janë më të vjetër në karrigen e ulur, ata din shumë mirë sepse e kanë kaluar më përpara këtë eksperiencë, por të rinjt e kanë shumë të lehtë bien te kjo gracka. Dhe duke rënë te gracka bie niveli parlamentarizmit. Kjo është gjithë thelbi. Pra nëse ti e ul nivelin dhe unë shkoj tek niveli yt për të shkuar mbas vallës në një farë mënyre, tani kush është roli i opozitës? E para, pesh vendimarrje nuk ka brenda parlamentit. E çfarë duhet bëj? Duhet ta bëj atë seancën plenare për të mos u bërë boring, për të mos u bërë e mërzitshme. Dhe në një farë mënyre po shndrohet në nuk dua të përdor terma jo etike, por nga ana tjetër po shërben si një lloj katalizatori thjesht për ta bërë interesant në këto terma, për ta bërë dinamike, për që kjo gjëja të mos shkojë në një lloj melankolie dhe një lloj vendimarrje që është vetëm e mazhorancës. Dhe duhet që të reflektojnë etik, të reflektojnë përgjegjësi ndaj qytetarëve, anëtarët e rinj, të cilët janë aty dhe shpeshherë mund të peshkohen nga kjo logjika. Pra duhet ketë një lloj standardi. Dhe unë mendoj që duhet vendosen rregulla edhe nga vetë ata që e monitorojnë, pra po themi ambasadori i Bashkimit Evropian apo themi instancat e BE-s brenda parlamentit duhet adresojnë këto problematika në mënyrë të tillë, po t'japin, po patjetër duhet bëjnë raporte edhe të sjellin raportet e tyre në mënyrë të tillë. I kanë thirrur dy palët
E janë munduar të negociojnë, sidomos në lidhje me strukturën e Këshillit Kombëtar, i cili integrimit i cili në mënyrë absurde u shpall që do drejtohet nga ish-ministri, por ka ndryshuar formula, por është e pamjaftueshme, sepse janë teknikalitete. Opozita duhet të jetë drejtuese procesit integrimit, komisioni shkri dhe ka ngjerë vetëm një strukturë. Problemi është që parlamenti ka nevojë të kthehet në normalitet. Si strukturë, si vendimarrje, si agent, si vend pune, dhe deri nuk është normal. Dhe kjo është shqetësimi më i madh, se supozohet që ti thua duhet ty mas 3 vitesh në BE, 4 vitesh, dhe e fillon ditën e parë punës me sjellje që është e denjë për Shqipërinë e 97-s. Kështu që zgjidhja e vetme që kërkon janë vetëm këto direktivat e BE-s që mund të vinë dhe mund të sillen një lloj normaliteti. Përndryshe pashpresësia e opozitës nga një anë dhe legitimiteti vendimarrjes nga ana e mazhorancës do